Po e dini vëllezër të dorëzor se në thot Allahu Kur'an kur do të pyetën banorët e zjarrit, "Ma salakakum fi saqar?" qalu lam nakun min al-musallin. Kur do të pyetën banorët e Saqarit, Saqari është një vend xhenem, Allahu na rujt. Kur do të pyetën banorët e Saqarit xhenemit, "Çka ju shtini juve marr në xhenem? Çka keni bëju ju? Çfarë vepra keni bëu dhe çfarë motivi që ju detyrohet me në xhenem Saqar?" qalu lam nakun min al-musallin. Nuk kemi kohë na pyetoj që kena fal namaz. A nuk ka potencial se mund të më konë dhe gjaliem dhe djali jot, bia jote dhe bia ime dhe mesat e tonë? Pse e preshtuna na vetën? Sa ato janë vese për qertë, po dhe mund më konë dhe tonë, ti dështë ta falë namaz, ama mas neve, këto du mi pas në konsiderat, me pas breng dhe gajle, edhe jëra si pejgambert Allahut, me gjithë që kanë qenë të bështetur nga anë Allahu Gjeleshanu, ata e petë kanë pas frikë për dhuritin, e kanë thonë, Rabbi gjalli muqimë sala, o Zot, më bën nga ata që ka e fali namazin, o min dhurrijeti, baj dhe pasarës të mbi ta fali namaz. Unë e vdes, po, inshallah, kam non mas në dhomën teme, në shtëpinë teme, djali që fal, qika që fal, mesa që fal, nipi që fal. A disa e dhimë shumë është, ti me vdek, ki fal namaz, familja jote pastaj nuk fal namaz. A di këta në ngjarje më ka tregu një hoç të Nëntshkup, i cili ka shku në ngushëllime, sabërllëk, që ka ndruajë dikush dhe ka shku në ngushëllime. Ne themi sabërllëk, më dhon sabër. Ka shku atje dhe ka marrë një fjalim për ata të shtëpisë që janë sprovuar me vdekjen e anëtarë të familjes. Pastaj tha thirrë ezani dhe doja me shku në xhami. Ma tha zoti i shtëpisë, a ka mundsi fale namazin të shtëpia, mos shkon në xhami se pastaj nuk thesh. Kam dëshirë ta falesh të shtëpi tek unë edhe të vazhdosh akoma me këshilla me porosit na freskojsh. Thëndeta, pasi na thash një abdest, mora abdest, i thash, du mu falë, më trego ku të falë, më të kjo dhomë. Edhe i thash, ka është kibla aty zotë i shpis, më tha, baba jem që ka vdek, u falte, mirë po ka u këthen të nuk e di. Tha i thash vete, baba pas ka shku me ka ketë, kur gjës pas ka lanë mirat. Mirat, e i thonë jo, mirasin trashigmi nuk o me lanë pare, malë, duqan, po mi alon namazin, mi alon sejadën, mi alon dhikrin, mi alon kuranin, mi alon agjerimin. Ja që kjo është, ando është mi më bëhë dua kur falin kurbani me këtë ajet, është ajet kuran që është dua, o Zot, më bëhë për atyve që falin namaz, kur nuk e ke dorë për namaz, edhe pas meje. Jo të shkojnë dhe të vdes, dërsa fëmijët e vej më së falen. Kjo du me qenë halli dhe brenga i kejtve.